Nëse goja ju vjen erë të keqe, bëni këtë veprim dhe e largoni për 5 minuta. Era e keqe e gojës, e njohur si halitozis, prek 1 në 4 persona në mbar botën. Është e rëndësishme të kujdeseni mirë për shëndetin tuaj oral dhe të mbani gojën të hidratuar, sepse mund të shkaktojë situata të pakëndshme dhe ankth. Ju mund të përdorni disa ilaçe natyrale në shtëpi për ta mbajtur të freskët frymën tuaj. Nëse ky është një problem i vazhdueshëm, atëherë këshillohuni dhe vizitoni dentistin. Brightside krijon një listë të gjërave që duhet të shmangin dhe shkaktojnë erë të keqe të gojës. Largoni gjithashtu gurët e bajameve, ato mund të krijojnë erë të keqe të gojës. Mos anashkaloni konsumin e mëngjesit pasi stomaku bosh mund të krijojë një erë të keqe që vjen nga zorrët. Mund të merrni frymë përmes hundës. Marrja frymë përmes gojës shkakton erë të keqe. Gjithashtu pini ujë gjatë ditës dhe shmangni ushqimet e forta dhe lani dhëmbët çdo ditë dhe gjithashtu përdorni fill dentar dhe pastroni gjuhën.